Fatkeqësisht nuk kemi asgjë të re për të thënë. Nga këtu, me qenë se po e kemi të pamundur të flasim nga foltorja e kuvendit, i bëjmë thirrje deputetit Kurti që të reflektoj, të zhbllokoj situatën në mënyrë që institucionet e Kosovës të konstituohen sa më shpejt. Partia Demokratike e Kosovës përgjatë gjithë kësaj periude ka qenë jashtëzakonisht e përgjegjshme dhe konstruktive dhe do të munduemi të bëjmë çdo gjë në funksion të zhbllokimit të gjendjes së re të krijuar në kuvendin e Kosovës. Nuk i komentojmë dëshirat e deputetit Kurti. Ne e vlerësojmë realitetin politik që e kemi në kuvend. Nuk ka shumicë parlamentare. I bëjmë ftesë të reflektoj, të ndroj kandidatën dhe të ecim tutje. Dëgjoj, ne nuk mund të suspendojmë demokracinë për shkak të tekeve të zotit Kurti dhe ambicieve të zonjës Haxhiu.